Shikuesa ABC News ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në hapësirën Breaking News për të parë në mënyrë të përmbledhur zhvillimet më kryesore. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian mbyllin 3 grup kapituj në negociatat për integrimin në Union. Konferenca e 9 ndërqeveritare mbahet sot në Bruksel, ku Komisioni Evropian do të konfirmojë ecurinë e shpejtë të sigurt të Shqipërisë me synim mbylljen e negociatave të anëtarësimit në 2027. Presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa vlerësoi përparimin e Shqipërisë dhe theksoi se vendi është më pranë Bashkimit Evropian. Në Bruksel do të zhvillohet sot konferenca e 9 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian, ku Shqipëria do të mbyll 3 grup kapitujt e parë në kuadër të procesit të integrimit. Bëhet fjalë për kapitujt 25, 26 dhe 30, konkretisht për shkencën dhe kërkimin, arsimin dhe kulturën, si dhe marrëdhëniet me jashtë, fusha në të cilat Shqipëria konsiderohet plotësisht e njësuar me standardet e Bashkimit Evropian. Delegacioni shqiptar do të kryesohet nga kryeministri Edi Rama. Konferenca e 9 ndërqeveritare do të nisë në orën 19:00 dhe më pas formalizohet mbyllja e kapitujve. Në orën 20 mbahet konferenca për shtyp lidhur me ecurinë e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Mbyllja e 3 kapitujve vjen pasi Shqipëria kaloi një prej fazave më të rëndësishme, atë të piketave të ndërmjetme të ashtu quajtur IBAR. Presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa përshëndeti mbylljen e 3 grup kapitujve të negociatave për Shqipërinë. Sipas Kostës, ky është një progres i qartë dhe një hap më pranë Bashkimit Evropian për Shqipërinë, kurse nga ana tjetër Brukseli po mban ritmin e momentit për rrugtimin e anëtarësimit në BE. Costa ka përshëndetur bashkë me Shqipërinë edhe mbylljen e 2 grup kapitujve të negociatave me Malin e Zi dhe hapjen e 6 kapitujve me Ukrainën dhe Moldavinë. Sipas tij, kjo është edhe një shenjë domethënëse se Irlanda në udhëheqjen e presidencës 6 mujore të Bashkimit Evropian deri në fund dhjetori po demonstron punën për zgjerimin. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Paris, ku do të marrë pjesë në samitin e koalicionit të vullnetarëve për Ukrainën me ftesë të presidentit Emmanuel Macron. Shefi i qeverisë shqiptare është pritur në pallatin Elize nga presidenti i Francës. Takimi do të mbledh kryeështetësh dhe qeverisë së bashku me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte për të diskutuar koordinimin e mbështetjes ndërkombëtare për Ukrainën. Pjesëmarrja e kryeministit Rama në këtë samit rikonfirmon angazhimin e Shqipërisë në mbështetje të Ukrainës në përputhje me qëndrimin e palëkundur të vendit tonë në mbrojtje të së drejtës ndërkombëtare, sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, si edhe në koordinim të ngushtë me aleatët dhe partnerët euro-atlantik. Të martën, po me ftesë të presidentit Emmanuel Macron, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të marrë pjesë në ceremoninë zyrtare me rastin e festës kombëtare të Francës. Mbëdhjetë pronar biznesesh kanë bërë denuncime në polici pas sulmit online me komente negative që synuan dëmtimin e sipërmarrësve në fushën e turizmit. Policia ka identifikuar dhe po heton mbi 200 persona që kanë përdorur llogaritë e tyre në rrjetet sociale për të shpërndarë vlerësime negative ndaj bizneseve. Hetimet do të verifikojnë nëse ata dhe mirat të tjerë kanë vepruar në mënyrë të koordinuar për të goditur turizmin dhe imazhin e Shqipërisë. 15 pronar biznesesh kanë bërë denuncim pranë sektorit të krimit kibernetik, pranë policisë së shtetit për dëmtim të biznesit, për shkak të reviewve negative të bëra për shërbimet që ata ofrojnë. Sipas burimeve për ABC News, policia ka mundur të identifikojë më shumë se 200 persona që dyshohet se kanë përdorur llogaritë e tyre të rregullta në rrjetet sociale për të publikuar ose shpërndarë vlerësime negative ndaj bizneseve të ndryshme. Të gjithë po verifikohen për të përcaktuar nëse kanë vepruar në mënyrë të koordinuar dhe nëse veprimet e tyre përbëjnë element të veprave penale. Sipas po të njëjtave burime për ABC News, hetuesit thonë se po shqyrtojnë disa vepra të mundshme penale, mes tyre manipulimi i çmimeve, përhapje informacioneve të rreme, shpifja dhe falsifikim kompjuterik. Policia thotë se qëllimi i hetimeve është identifikimi i personave që dyshohet se kanë organizuar dhe koordinuar fushatën e vlerësimeve negative, e cila ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në imazhin dhe aktivitetin ekonomik të bizneseve të prekura. Ndërkohë mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale janë hapur së fundmi me qëllim dëmtimin e imazhit të bareve, restoranteve dhe kryesisht bizneseve të mëdha.
Policia dyshon se një grup i organizuar janë koordinuar me qëllim lënien e reviewve negative. Kjo dëmton jo vetëm bizneset, por dhe imazhin e Shqipërisë tek turistët e huaj. Këto komente negative në pikun e sezonit turistik janë një dëm i konsiderueshëm ekonomik për vendin. Mazhoranca e quan një turp të madh kallëzimin që ka bërë në SPAK Partia Demokratike për koncertin e reperit amerikan Kanye West në Tiranë, kreu kuvendorës socialistase për herë të parë. Sali Berisha gjeti armik të Shqipërisë një këngëtar botëror që mblodhi mbi 60.000 njerëz në koncert duke dhënë famë të mirë Shqipërisë. Balla akuzoi dhe parti politike të opozitës që qëndrojnë pas sulmit digjital ndaj bizneseve. Bashk kundër Kanye West, Partia Demokratike kallëzoi penalisht në SPAK kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e Kulturës dhe Turizmit Blendi Gonxha për akti normativ 4.2 milion euro të qeverisë që mundsoi realizimin e koncertit më të madh ndonjëherë në Shqipëri të reperit amerikan Kanye West të shtunën në Eagle Stadium në Kashar. Një kallëzim që për mazhorancën socialiste u konsiderua qesharak dhe tentoi të njollos sadopak jonën ndërkombëtare që solli Kanye West në Shqipëri. Morëm vesh dhe arsyeem se Partia Demokratike nuk qenë ka sot në seancë, sepse pas kanë shkuar të kallëzojnë penalisht edhe Kanye West. Pra u gjet dhe një armik tjetër i shqiptarëve, pra hym në listën e lajmeve qesharake në botë. Mes bojkotit parlamentit dhe duarve të fsheta në protest, Balla tha se Partia Demokratike tani është e kompleksuar dhe ka një konkurrent të ri politik. Na kanë bërë një super nder sot ata që kanë shku atje, disa janë edhe urdhëruar me shku me zor, sepse do ja marrim listën e emrave dhe kur të vi Shqipëria e lirë, do bëjmë një ligj, do ta quajmë ligjin sufllaqes dhe do i dënojmë gjithë me një vit burg. Po burg nuk do ju japim sufllaqe, kjo është e sigurt. Pra, kur ti sheh një idiot, si një progni, i smur mendor, që del në kryet protestës dhe thot do bëjmë një ligj ne Shqipëria e re kur të vim ne në pushtet, do bëjmë një ligj dhe që do fusim në burg të gjithë ata që shkuan në koncert, kompleksi i asaj që ka mbetur nga partia, ish dikur Partia Demokratike, shkon përtej idiotësisë që thot një idiot në darkë, dhe shkon në pikën që bën kallëzim penal për këngëtarin. Paralelisht me hetimin e policisë e cila ka identifikuar tashmë 200 individ me llogari falso për të goditur bizneset me review negative, Balla akuzoi parti politike në Shqipëri dhe Kosovë pas këtij sulmi ndaj vendit. E pash vetë dje me sytë e mi, shkova vizitova një mobileri, prodhon mobilje, divan, me qenë se i kisha shkuar unë vizit, ju tur gonja, me gjithë call centrat e vetë, divanat e këti nuk bëjnë. Mos blini mo divanat e ky. Edhe shtuar e këtu dhe ca aktivistë një partie politike në Kosovë, po mirë si ka mundësi, po që se doni ka shumë Shqipërinë. Hajde pra bëni pushimet Shqipëri. Apo këto duhen sharë, hotelet duhen sulmuar, mos pushonin Shqipëri, mos hanin Shqipëri, po kjo është pra ajo që po themi kemi kaq kohë, po e nxorri kokën. Prokuroria e posaçme ka kërkuar dënim me 4 vite burg për Pirro Xhixhon, ish kreu në AKP dhe babai i zëvendës presidentes së Partisë së Lirisë Irisa Xhixho. Prokuroria e posaçme gjeti fajtor për korrupsion ish zyrtarin Ilir Metës, por për shkak të moshës kërkoi konvertimin e dënimit në shërbim prove dhe për nënën e Monika Kryemadit. Prokuroria e posaçme kërkoi vënien në shërbim prove, por njëkohësisht konfiskimin e vilës që dyshohet se është ndërtuar me para të palishme. Prokuroria e posaçme lexoi konkluzionet përfundimtare për Fatime Kryemadhin, Pirro Xhixhon dhe Ema Çokun, pjesë e grupit të Ilir Metës, të cilët u gjykuan me procedurë të shkurtuar në GKKO. Por edhe pse kërkoi dënimet e treve me 18 vite burg, SPAK në final kërkoi pezullimin e dënimet me burg dhe vendosjen e të pandehurve në shërbim prove. Dënimin me 4 vite burg kërkoi prokuroria e posaçme për ish-kreun e AKP Pirro Xhixho, dënim që reduktohet në 3 vite si shkak i gjykimit të shkurtuar. Megjithatë, prokurori Sotir Klapi i kërkoi gjykatës që ky dënim të pezullohet dhe të konvertohet në shërbim prove për një
periudhë 4 vjeçare, pasi duhet marrë parasysh mosha e të pandehurit. Për këtë të fundit, prokuroria e posaçme dyshon se ai ka shfrytëzuar detyrën e tij sekretari i AKP-it për të favorizuar kompani private celulare dhe të fibrave optike si kompania e biznesmenit Adrian Shatku, një herësh kushëri Monika Kryemadhit. Sipas PAK, Piro Xhixho ka ndikuar të drejtuesit të kompanive celulare për lidhjen e kontratave të interkoneksionit në direktivat e Metës dhe Kryemadhit, duke lejuar aktivitetin e tyre në shkelje të ligjit në këmbim të përfitimeve të palishme. Për lidhjen e kontratave me Unify, Xhixho është angazhuar personalisht, madje ka zhvilluar takime edhe me Adrian Shatkun duke u bindur kërkesave të ish-çiftit. Ndërkaq, Fatime Kryemadhi sipas prokurorisë ka pastruar rreth 645.000 euro në kuadër të një skeme të mirëfillt korruptive, që përfshin vajzën dhe ish-dhëndren e saj që mbahet në paraburgim që prej muajit tetor të vitit 2024. Për Kryemadhin, SPAK i kërkoi gjykatës që krahas dënimit të konfiskohet vila që nuk justifikohet nga para të ligjshme, për të cilën apeli i posaçëm në dhjetor të vitit 2024 e liroi nga sekuestro. Ndërsa Ema Çoku dyshohet se ka ndihmuar familjen Meta Kryemadhi në fshehjen dhe mbulimin e shumave të parave rreth 220.000 euro, duke shërbyer edhe si donatore formale për ish-lëvizjen socialiste për integrim. Në seancën e radhës gjyqësore të pandehurit do të paraqisin mbrojtjen, më pas do të jetë trupa gjykuese ajo e cila do vendos për pranimin ose rrëzimin e kërkesës së SPAK. Gjykata e posaçme dënoi me burg, cilin e konvertoi në shërbim prove, 4 të pandehur të akuzuar për blerje votash në zgjedhjet parlamentare të 2021. Sipas hetimeve të SPAK, ata paguan nga 5.000 lekë qytetarë të ndryshëm në këmbim të votave për lëvizjen socialiste për integrim. Gjykata e posaçme shpalli vendimin për 4 të pandehur të akuzuar për korrupsion aktiv dhe pasiv në zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit të vitit 2021. GKK dënoi me 8 vite burg 4 të pandehurit, por asnjëri prej tyre nuk do të qëndrojë në qeli pasi tokat e zeza pezulluan dënimin dhe konvertuan në shërbim prove për secilin. Ndrek Lera Arbenkola, Ndoc Guri dhe Ilir Sokoli, sipas prokurorisë së posaçme, blinin vota për subjektin politik, Lëvizje Socialiste për Integrim dhe në disa raste edhe për Partinë Social-Demokrate. Prokurori Elvin Goka i krijoi hetimin e mirëfillt bazuar në prova materiale dhe në përgjime telefonike ku janë dokumentuar disa episode ku këta persona ofronin 50 euro në këmbim që persona të ndryshëm të votonin në favor të këtyre dy partive. Hetimi i strukturës së posaçme tregoi se gjatë zgjedhjeve parlamentare të 2021 të përdor një skemë qartë të korrupsionit zgjedhor, e cila përfshinte ofrimin e shpërblimeve monetare në këmbim të votës. Dhënia e parave sipas PAK është realizuar ose përmes dhënies së drejt për drejt të parave për votën e vet ose përmes angazhimit të personave të tretë për të ndikuar te zgjedhës të tjerë. Gjatë hetimeve janë përdorur mjetet e posaçme të hetimit përfshirë përgjime telefonike, të cilat kanë evidentuar se shtetasi Ndrek Lera ka patur rol qendror në këtë aktivitet kriminal, duke përfshirë drejt për drejt në biseda që lidhen me premtimin dhe organizimin e pagesave për vota në favor të dy subjekteve politike. Avokati i popullit kërkon mbylljen urgjente të burgut të Shënkollit në Lezhë. Pas një inspektime ai tha se kushtet aty janë skandaloze, ndërsa shkelën të drejtat e njerëzit në këtë institucion mbahen personat që kanë kryer krime dhe kanë probleme të shëndetit mendor. Avokati i popullit Shabani tha se ata duhet të qëndrojnë në një spital psikiatrik me siguri të shtuar dhe jo në një burg ku mungojnë të gjitha standardet. Burgu i Shënkollit duhet të mbyllet sa më parë, ndërsa personat që trajtohen aty duhet të transferohen në një strukturë të specializuar shëndetësore. Ky është përfundimi i avokatit të popullit pas inspektimit në këtë institucion, që e quajti një shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit. 12 veta në një dhomë në kushte që janë denigruese për të drejtat e njerëzit, janë shkelje direkte e drejtave të njerëzit. Ajo që ne konstatojmë është që këtu duhet në mënyrë urgjente ndërhyrje. Duhet që këtu të kemi një spital me siguri të shtuar, jo një burg me 2 psikiatrë. Pra këtu ka mungesë ekstreme të stafit mjekësor, këtu ka kushte jashtëzakonisht të rënda, një pjesë e godinës është e pabanueshme, pra është për të shembur. Sipas avokatit të popullit, këta persona nuk janë të dënuar me burg, por ndaj tyre është vendosur masë mjekësore për shkak të gjendjes së shëndetit mendor. Për këtë arsye, sipas tij, ata nuk duhet të trajtohen në një institucion të sistemit penitenciar, por në një spital psikiatrik me siguri të shtuar. Kjo nuk duhet të jetë një EVP, sepse këta nuk janë persona që përvuajnë dënimin. Këta janë persona që ndaj të cilëve është marrë një masë mjekësore, sepse ata nuk kanë zotësi për të vepruar, pra nuk kanë kuptuar pasojat e veprimeve të tyre. Pra nuk po flasim për të dënuar. Ndërkohë kushtet janë degraduese. Unë kam këtu ekipin tim, kam komisionerin për mekanizmin kombëtar për parandalimin e torturës dhe
edhe vitin e kaluar është gjetur njëjtë situatë, njëjtë realitet. Institucioni i Shënkollit, që dikur funksiononte si burg i zakonshëm, prej vitesh përdoret për akomodimin e personave me çrregullime të shëndetit mendor, ndaj të cilëve gjykata ka caktuar masa mjekësore. Megjithatë, sipas avokatit të popullit, modeli aktual i funksionimit nuk garanton trajtimin e duhur dhe bie ndesh me standardet e mbrojtjes së drejtave të njerëzit. Në përfundim të inspektimit ai u bëri thirrje Ministrisë së Drejtësisë dhe asaj të Shëndetësisë të ndërhyjnë me urgjencë për mbylljen e institucionit në formën aktuale dhe ngritjen e një spitalit specializuar me siguri të shtuar për këtë kategori. Policia kufitare e Vlorës u ka ardhur në ndihmë nën turistëve të huaj në 2 raste të ndryshme në Himar dhe Ksamil, duke shmangur pasojë të rënda për jetën e tyre. Policia erdhi në ndihmë 2 turistëve spanjoll në Himar, me njëherë pas marrjes së njoftimit nga një shtete spanjolle se i fejuar i saj kishte mbetur në det në zonën e Filikurit pasi kajaku me të cilin po lundronte ishte fundosur. Blut organizuan menjëherë operacionin që bëri të mundur shpëtimin e tij, ndërkohë në Ksamil shërbimet e policisë kufitare ndërhyjnë për të ardhur në ndihmë 8 turistëve brazilian pjesëtar të së njëjtës familje, pasi mjeti i tyre lundrues tip skaf plastik rrezikonte të fundosi në zonën prapa vendit të quajtur Tre Ishuj. Turistët e huaj ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Jemi rikthyer në studio, vjoj me lajme të ardhurat për frymë do të rriten në 4 vitet të ardhshme, duke arritur në mbi 1.000 euro në muaj. Kjo është parashikuar nga qeveria për vitet 2027-2029. Rritja e pagave sipas qeverisë do të sjellë që në fund të vitit 2029 të ardhurat për çdo individ të jenë mbi 14.000 euro, ndërsa rritja ekonomike parashikohet të arrijë rreth 4% gjatë kësaj periudhe. Të ardhurat për frymë të shqiptarëve do të vijojnë të rriten ndjeshëm duke tejkaluar nivelin e mbi 1.000 eurove në muaj. Këto të dhëna konfirmojnë ecurinë e mirë të ekonomisë dhe vijimin e rritjes së pagave për qytetarët. Qeveria ka miratuar kuadrin makroekonomik dhe fiskal për vitet 2027-2029, ku janë hartuar projeksionet për ekonominë shqiptare në 4 vitet e ardhshme. Gjatë këtij viti parashikohet që të ardhurat për një individ për gjatë një viti të tejkalojnë vlerën e 12.000 eurove, duke arritur në 14.400 euro në vitin 2029. Sipas vlerësimeve parashikohet që të ardhurat të vijojnë të kenë një rritje me gati 1.000 euro më tepër për gjatë çdo viti. Të ardhurat për frymë tregojnë se mesatarisht çdo banor i një vendi po gjeneron ose mund të ketë më shumë të ardhura se më parë. Kjo përkthehet si një tregues se paga do të vijojnë të rriten, e po ashtu edhe ekonomia në tërësi, duke krijuar më shumë mundësi për konsum. Po ashtu, pavarësisht tensioneve gjeopolitike, qeveria parashikon se ekonomia shqiptare do të ketë një nivel të qëndrueshëm rritjeje, duke u fiksuar në nivelin e 4%. Edhe pak ditë më parë, Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikonte që ekonomia shqiptare do të ishte një ndër më optimistet në vendet e rajonit, ndërkohë niveli i çmimeve të konsumit parashikohet që të stabilizohet pavarësisht sfidave me të cilat po përballet ekonomia. Sipas qeverisë, në 4 vitet e ardhshme, inflacioni do të pozicionohet në objektivin e Bankës së Shqipërisë prej 3%, pavarësisht se aktualisht ka pasur një rritje të lehtë. Ishte gjithçka përgatitur për Breaking News, për tepër njoftohet klikoni në webin tonë abcnews.al për të tjera zhvillime. Në radio na gjeni në frekuencat 105 FM. Në vim do të jeni me kolegin Kassandra Pali në hapësirën Shqipëria Sot, që ndroni me ABC.